Sot nuk është e hënë. Sot nuk është e hënë. Duhet ta kishim sqaruar me kohë që lopa në sigël, jo lopa, pa asnjë lop nuk është lënduar gjatë bërjes së asaj sigle. Po, dhe që lopa nuk jam as unë, as një kolege imja në Top Albania Radio. Por është një koleg i radios i cili sa herë që kemi nevojë për kafshë të tipit lop dhe dhi, sepse këto dy kafshë ditë bëj, ai na ndihmon në mënyrë të vazhdueshme, domethënë dhe merr, si më thën, si kusur me vetëm ndonjë falënderim, një kapje faqe kështu si me stil. Coloreto Cukali, Blerina Shehu, ndërkohë kemi DJ Kedos, do të jemi bashkë deri në orën 8, siç do të hënë sot nuk është e hënë. Blerina, a ke dëgjuar ti atë që thuhet vërdall që AI do na zëvendësojë gjithëve? Po. Unë bile. Ti mendon, po mirë, po me gruan time kush do shkoj? AI do në kuptimin kush do e çoj jetën përpara. Kam dëgjuar që nuk do jetë më nevoja. As për gratë dhe burrat. Jo, nuk do ketë më kështu instikte të kafshërore. Do t'i pllakosim të gjitha. Unë u shqetësova për këtë zëvendësimin në punë, se dëgjova që nga kryeministri deri tek ne këtu në media. Kryeministri jo ky joni jo er. Ky joni ka kohë që është në Maldive. Mbase në Serbi. Jeton jetë të egër, thon, pa celular, zbathur, lakuriq, domethënë me gaforre, fle, ku di unë, por ka lënë një si vetëm ka lënë një sozie dhe një AI, prandaj ja bëjmë punën në çorap këtu. Dhe thash të shohim se si do na zëvendësoj AI në këtu në radio dhe i thash ChatGPT-s. Nuk e di, po unë pak të marr 2-3 komunikime me ChatGPT, do nga njerëz që për çdo gjë pyesin ChatGPT-n dhe ta plasin ty. Në ditë. E thash, ç'do ndodhte nëse këtë emision do bënte ChatGPT, dhe i thash, mendo diçka për këtë filan emision? Në radio, sot nuk është e hënë. Dhe erdhi përgjigja. U mendova 7 sekonda. Jo Tirana, qëllojmë drujt e dajtit të bloku sonte nga 6 në 8. Unë jam Kolo. Kap qitin sepse do t'ju fal hajdutët e ditës dhe do t'ju ndes për dark si që 2 euroshe me limon në shëngjim. Nuk kuptova asgjë. Dhe unë i thash, a mund të mendosh më shumë se 7 sekonda? Dhe u mendua për 6 sekonda dhe më ktheu një përgjigje tjetër shumë të gjatë. Ej Tirana, ç'po ndodh në mes të këtij entuziazmi urban? Jemi live sonte nga 18:00, më pëlqen që nga 6:08 i bëri 18:00 për të shtuar volumin, deri në 20:00. Unë jam Kolo, ai që ju fal hallin e ditës si një byrek me djathtë në pazarin e ri. Pra shumë kopil, një pazarin e ri, një byrek me djathtë. Me gjithë në fakt. Po s'na njeh ne të dyve. Ne të dy. Blerina, do ta lexoj deri në fund çfarë tha, po nuk dua të hedh nga karrika aty, jo, nuk ka. Ka folur vetëm si ty. Po, tani pyet. Do pyes, çfarë thot Blerina dhe mbasi më ta lexojmë pak më vonë. Në çarjen e dytë. E ke vënë re që sot erdhi Vera? E vure re? Nuk e pash, unë Klinsmanin takova rrugës, po Verën jo. Sot domethënë lajmi i ditës ka qenë erdhim në fund Vera dhe pyetja që shtrohet menjëherë pas kësaj është kur do vi dimri. Ja të pyet ChatGPT. Çfarë vape? Kurse mua më pëlqeu një kolege që gazetari që e pyeta, i thash, ç'ndodh? Ishta po mendojnë gjithë për pushimet. Sa mirë. Po, na lodhën zgjedhjet. Tani bomba, ajo që ndodhi. Le të ikim me pushime. Blerina, cila është playlista jote për sot? Do ta hapim një grup që e kam dëgjuar nga 100 herë. Do këtë këngën. Ka dalë para 3 ditësh. Ka arritur në 3 ditë ta dëgjosh 100 herë? Ndoshta edhe më shumë, po tani kush rritin numrin. Bën një bot i vërtet. Sepse kjo vajza e këtij grupit Hale Storm më pëlqen shumë. Janë apo janë edhe ca suedez, këta kështu domethënë me ca syra, me ca flokra, me ca gjëra, Ngjitja e malit të Everestit ose në rastin konkret të malit të Dajtit, siç do thoshte ChatGPT. Ti dhe suedisht, jo?